Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit, paqja lavdërimi i tij qoftë me vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhis salam, familjen dhe shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Vazhdojmë me pjesën e 15 nga shenjat e Kiametit, në hadithin që transmeton Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah, la taqumu as-sa'atu hatta yataqaraba az-zamanu. Nuk do të ndodhi Kiameti derisa të afrohet koha. Pra koha do të afrohet shumë. Dhe thot, fatakunu as-sanatu kash-shahri. Do të vi koha kur një vit do të jetë sa një muaj, wa yakunu ash-shahru kal-jum'ati. Edhe do të jetë një muaj sa një javë, pra nga xhumaja në xhuma. Wa takunu al-jum'atu kal-yawmi. Edhe do të jetë xhumaja sa një ditë. Wa yakunu as-sa'atu al-yawmu kas-sa'a. Edhe do të jetë dita sa një orë. Wa takunu as-sa'atu ka-ihtiraqi as-sa'afati ay al-khusa. Edhe do të jetë ora, thot, aq afër sa të djegësh, domethënë gjethet e pemës së palmës. Pra është një lloj kurimi që i bëhet palmës duke djethur gjethet e saj ose rishet, si i thon ndryshe tek arabët. Prandaj në këtë hadith që transmeton Imam Hakimi, i cili thotë dhe është i saktë sipas kushteve të Imam Muslimit, tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që shumë shpejt do të afrohet koha. A do të jetë kjo për shkak se do të rritet teknologjia e udhëtimit dhe fluturimit, dhe udhëtimet tona që ishin dikur me kohë të gjata do të shkurtohen, do të ai që bësh për një muaj, për një vit, ndoshta bëhet për një muaj, dhe ai që bësh për një muaj bëhet për një javë, kështu me radhë, dhe ai që bësh për një javë do bëhet për një ditë, Zoti i di më së miri, por që vërtet ka arritur që koha të ngushtohet edhe dinamika e saj të jetë shumë e shpejtë, dhe ndoshta mund të jetë dhe ajo kohë që arrihet në kohën e Dexhalit, Zoti i di më së miri. Prandaj që neve lutim Allahun subhanahu wa taala që çfarë do lloj kohe të jetë, që mos i arrijmë këto sprova, por ta shfrytëzojmë kohën në punë të mira dhe ndicojmë ato gjëra, të nxitojmë ato gjëra që Zoti është i kënaqur me neve dhe pejgamberi sa shumë po ashtu është i kënaqur me neve. Dhe lutim Allahun subhanahu wa taala na bëj prej tyre. Prandaj Allahu subhanahu wa taala na ka premtuar triumfin dhe shpërblimin në dynja dhe në ahiret, për sa kohë që ne mbahemi fort feston dhe jemi të palëkundur nga sprovat e fitnet dhe jemi brenda rregullave të akidës dhe besimit islam. Lutim Allahun na bëj prej tyre. Assalamu alaikum wa rahmatullah.